Është e pabesueshme sa shumë energji mendore shpenzojmë thjesht duke u shqetësuar, apo jo? E po, për këtë problem kaq universal siç është ankthi, ekziston një zgjidhje çuditërisht moderne, që vjen nga një filozofi e lashtë. Sot do të shohim pikërisht këtë. Se si stoicizmi mund të jetë një manual praktik për t'u përballur me stresin dhe pasiguritë e jetës sonë, duke u zhytur në urtësinë e thellë të këtyre mendimtarëve të lashtë. Ja ku është pyetja që në një moment apo tjetrin të gjithë i ja bojmë vetes. Pse? Pse ngecim në këto cikle ankthi për gjëra që realisht janë plotësisht jashtë kontrollit ton? Mendoni pak, një prezantim i rëndësishëm në punë, shëndeti i dikujt që e duam shumë, apo edhe ngjarjet botërore që në bombardojnë çdo ditë në lajme. Është një ndjesi thellësisht njerëzore kjo e shqetësimit. Dhe pikërisht këtu, filozofia stoike na ofron një këndvështrim krejtësisht të ri, një këndvështrim të fuqishëm dhe ç'është më e rëndësishmja, çlirues. Dhe për ta gjetur përgjigjen, duhet të shkojmë tek një burim urtësie, goxha i pazakont. Harrojini idenë e një akademiku të mbyllur në bibliotek, i rrethuar nga libra. Jo, këtu po flasim për dikë që e përjetoi vuajtjen në lëkurën e vet, në formën e saj më të pastër dhe më të ashtër. Po flasim për Epiktetin, dhe ajo që e bën filozofinë e tij kaq therse dhe të vërtet, është pikërisht jeta e tij, sepse ai ishte sklav. E kuptoni? Ai e dinte fare mirë se ç'do të thoshte të mos kishe absolutisht asnjë kontroll mbi trupin tënd, mbi thatin tënd të përditshëm. Dhe pikërisht nga kjo përvojë ekstreme, ai ndërtoi një filozofi, jo për të bërë debate abstrakte, por për të mbijetuar, për të gjetur paqe aty ku paqja duke e pamundur. Kjo i jep fjalëve të tij një peshë që zorse e gjen diku tjetër. Dhe ja ku arrim në thelbin, në zemrën e gjithçkaje që do të themi sot. Ky citat i Epiktetit është praktikisht gjithçka. Njerëzit nuk shqetësohen nga gjërat, por nga pikpamja që kanë për to. Pra, çfarë do të thotë kjo? Nuk janë ngjarjet e jashtme, një fyerje, një humbje parash, një sëmundje. Nuk janë këto gjëra që na lëndojnë realisht. Është interpretimi ynë, është historia që ne i tregojmë vetes për ato ngjarje. Kjo është një ide vërtet radikale, sepse e zhvendos të gjithë fuqinë. E heq burimin e vuajtjes nga bota e jashtme, ku s'kemi kontroll, dhe e sjell atë brenda nesh, aty ku jemi ne shefa. Në rregull pra, le të hyjmë pak më thellë këtij mekanizmi. Si funksionon saktësisht kjo gjë? Si ka mundësi që gjykimet tona bëhen burimi gjithë trazirave tona? Sepse po ta kuptojmë këtë, kemi gjetur qelësin për t'u çliruar. Për ta bërë më të qartë, imagjinoni një skenar. Dy njerëz humbasin punën. Të njëjtën punë, në të njëjtën ditë. Për njërin, kjo është fundi i botës, dëshpërim total. Për tjetrin, megjithëse është e vështirë, e sheh si një mundësi, një shans për të nisur diçka të re, diçka më të mirë. Shikoni pak, ngjarja është absolutisht identike, humbja e punës, por reagimet krejtësisht të kundërta. Kjo na tregon diçka thelbësore, vetë ngjarja është neutrale. Fuqinë për të na lënduar ose për të na forcuar ja japim ne, me interpretimin ton. E pra, ja ku e kemi përfundimin logjik. Ne nuk reagojmë ndaj realitetit objektiv, por ndaj historisë që i tregojmë vetes për atë realitet. Kur ndodh diçka dhe ne menjëherë mendojmë, kjo është katastrofë, çfarë bëjmë? Krijojmë panik. Po sikur të mendonim, okay, kjo është një sfidë. Atëherë mobilizojmë forcën tonë. Ftesa e stoikëve është pikërisht kjo. Bëhuni të vetëdijshëm për këto gjykime të shpejta, automatike, dhe guxoni t'i vini ndyshim. Fuqia e vërtet, liria, fillon pikërisht aty. Mirë, nëse problemi janë gjykimet, pyetja logjike është si i menaxhojmë ato. Këtu Epikteti na jep mjetin e tij më të famshëm, më të fuqishëm, një ndarje kaq e thjeshtë, por që mund të ndryshojë gjithçka. Njihet si dikotomia e kontrollit. Tani, le t'i hedhim një sy këtyre dy kolonave. Në të majt kemi atë që është vërtet e jona, mbretëria jone brendshme, mendimet, gjykimet, dëshirat, reagimet tona. Këto, dhe vetëm këto, janë gjërat mbi të cilat kemi kontroll të plot. Në të djathtë, e po, aty është gjithçka tjetër. Trupi ynë që mund të na tradhtoj, reputacioni ynë që varet nga të tjerët, pasuria, pushteti, veprimet e njerëzve të tjerë. E dini cila është teza e Epiktetit? E gjithë vuajtja njerëzore vjen nga një gabim i vetëm, tragjik, kur përpiqemi të kontrollojmë gjërat që janë në kolonën e djathtë, duke harruar se e vetmja gjë që kontrollojmë është kolona e majtë. Tani le ta bëjmë këtë pak më konkrete.
Si shfaqet kjo nga tëresa, midis asaj që kontrollojmë dhe asaj që se kontrollojmë dot në jetën e përditshme? Le ta analizojmë 3 gabime klasike që, me siguri, i kemi bërë të gjithë. Gabimi i parë quhet iluzioni i kontrollit. Kjo ndodh kur mendojmë se me pak më shumë mund, me pak më shumë përpjekje, mund ta bëjmë dikë të na pëlqejë, ose mund të garantojmë 100% suksesin e një projekti, por bota nuk funksionon kështu. Ajo është komplekse, e pa parashikueshme. Duke u përpjekur të menaxhojmë atë që është e pa menaxhueshme, çfarë bëjmë? E dënojmë veten me një tension dhe një zhgënim të pafund. Pastaj vjen gabimi i dytë, dëshirat e gabuara. Sa herë kemi thonë ose kemi menduar, do të jemi lumtur vetëm kur të blej atë shtëpi, ose kur të marr atë promovim. Në atë moment çfarë kemi bërë? E kemi lidhur lumturinë tonë me diçka të jashtme, me diçka që nuk e kontrollojmë plotësisht. Dhe kjo e bën paqen tonë të brendshme jashtëzakonisht të brisht. Është si të luash një lojë ku rregullat i vendos dikush tjetër. Dhe i treti, ndoshta më i zakonshmi, varësia nga miratimi i të tjerëve. Epikteti e kishte një fjalë të fortë për këtë, e quante skllavëri psikologjike. Dhe ka të drejtë, në momentin që vetë vlerësimi ynë varet nga duartrokitjet ose kritikat e dikujt tjetër, ne sapo ja kemi dhënë atij personi çelësat e paqes son të brendshme. Bëhemi në thelb sklever të opinioneve të tyre, të cilat, siç e dim, ndryshojnë si era. Mirë pra, e diagnostikuam problemin, po kura cila është? Sepse filozofia e Epiktetit nuk është thjesht një analizë e ftohtë e vuajtjes, përkundazi, ajo është mbi të gjitha një udhërrëfyes praktik, një manual për të arritur atë që ai e quante liri e brendshme. Tani le të shohim hapat konkret. Dhe ja si e kthejmë këtë filozofi në një stërvitje mendore. Herën tjetër që ndjeni një val të fortë zemërimi ose ankthi, thjesht ndaloni për një sekond. Hapi parë, vëreni emocionin. Hapi dytë, identifikoni gjykimin që po e ushqen. Si, ai nuk duhet ta thoshte atë gjë. Hapi tretë, dhe ky është momenti kyç. Bëni pyetjen magjike. A është kjo nën kontrollin tim? Përgjigjja natyrisht është jo. Hapi katërt, atëherë duhet ta pranosh realitetin siç është. Dhe hapi pestë, më i rëndësishmi, ktheje fokusin. Përqendrohu tek vetëm një gjë që mund të kontrollosh, reagimin tënd. Aty, pikërisht aty, qëndron liria. Dhe kjo na sjell tek përfundimi madhështor i kësaj filozofie. Stoikët e kuptuan diçka thelbësore. Të përpiqesh të kontrollosh botën e jashtme është një betejë e humbur. Të çon vetëm në frustrim. Liria e vërtet, ajo liria e pa lëkundshme, nuk vjen nga aftësia për të ndryshuar rrethanat sipas tekeve tona. Jo, ajo vjen nga aftësia për të zotëruar veten, për të përballuar çdo rrethan, si në që tjetë ajo, me qetësi dhe forcë. Dhe kjo është një liri që askush dhe asgjë nuk mund të na e heqë kurrë. Dhe kështu, e mbyllim me një pyetje për reflektim. Mendoni për një moment për një shqetësim të madh që keni tani. Çfarë do të ndodhte, çfarë do të ndryshonte, nëse do ta pranonit thellësisht, me gjithë qenien tuaj, se rezultati përfundimtar i asaj gjëje nuk është në duart tuaja. Çfarë peshe të madhe do të hiqnin nga supet, dhe gjithë ajo energji që do të çlirohej, ku do ta përqendronit? Kjo është pyetja që stoikët na ftojnë t'ja bëjmë vetes çdo ditë, sepse përgjigjja e saj është rruga drejt paqes.